Ndryshimet midis basketbollit në Kosovë dhe Shqipëri janë shumë të mëdha, veçanërisht në vlera. Bashkëpunimi mes Prishtinës dhe Tiranës si kryeqytete ka qenë i ngushtë gjithnjë. Kemi bashkëpunime të ndryshme edhe në fushën e sportit. Megjithëse se kishim kundërshti, megjithëse se kishim lloj-lloj gjërash për të mos e bë, por arritëm ta organizojmë dhe e veçanta është edhe ta certifikojmë nga FIBA Europë. Vetë pjesëmarrja e presidentit të FIBA Europës në ceremoninë e organizuar në certifikimin e kësaj lige ka qenë një ngjarje shumë e rëndësishme për të dy vendet. Ndryshimet midis basketbollit në Kosovë dhe Shqipëri janë shumë të mëdha, veçanërisht në vlera, sepse unë përfitoj nga rasti për të përgëzuar edhe qeverinë e Kosovës që ka miratuar ligjin 4-5 vite përpara, një ligj që është shumë i rëndësishëm. Bashkëpunimi mes Prishtinës dhe Tiranës si kryeqytete ka qenë i ngushtë gjithnjë. Kemi bashkëpunime të ndryshme edhe në fushën e sportit, po edhe në shumë fusha tjera. Mirë po, gjithmonë mundet me qenë edhe më i thellë edhe më ashtu i fokusuar për shembull në aspektin e basketbollit. Ne si kryeqytet kemi ndërmarrë një numër të madh të iniciativave për me promovu sportin. Kemi qenë në diskutim edhe me klubet, jo vetëm me basketbollit, po me asociacionin e klubeve të Prishtinës, sportive të Prishtinës, me kryetarin Lorandën, ku edhe kemi diskutuar për mundësi të ndryshme, sepse kur krijohen këto asociacione, për shembull, kur krijohen një numër i madh i ekipeve dhe bëhen bashkë, edhe në aspektin e marketingut e kanë një joshje shumë më të madhe prej bizneseve për me u ndërlidh edhe me u ndihmu këtyre klubeve sportive. Nuk mund të bëhet kjo punë vetëm me kapacitetet tona. Neve na duhet përkrahja e paras publike e qytetit, na duhet përkrahja e MKRS-s, na duhet përkrahja e gjithë sponsorëve, do të gjitha që i përmendën edhe pararencit e mi, dhe parafolësit e mi. Ne jemi me fat në këtë anë të kufirit që e kemi ligjin për sponsorizim dhe i kemi klubet tona paksa më të konsoliduara, por kjo është vetëm në anën e meshkujve. Sepse në këtë mënyrë edhe promovojmë vlerat tona, vlerat shqiptare dhe promovojmë sportin në tërësi. Po Komiteti Olimpik i Kosovës roli i tij është të përkatësisht gjitha federatat, në veçanti në këtë rast edhe Federatën e basketbollit, një sport që është shumë i dashur për qytetarët e Kosovës, një sport shumë atraktiv dhe shumë i mirë që e duhen gjithë, edhe unë besoj që është në rrugën më të mirë të mundshme, edhe çdo ditë më shumë për paran. E dim sa ka nevojë një federatë ekipore, çfarë financa, shumica e bizneseve e kanë kuptuar rëndësinë që përmendin edhe kryetarit, pra jo vetëm që japin, po edhe përfitojnë, edhe faktikisht nuk japin kurrë, mirë po përfitojnë nga tatimi në fitim. Tashmë kanë kuptuar edhe besoj që të gjitha federatat në një farë mënyrë kanë biznese të caktuara dhe përfitimin nga ato.